Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht, Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kënde uzon Allahu Azza wa Jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë, s'ka kush që mund ta humb. Dhe kënde Allahu Subhanahu wa Ta'ala e lëna humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që mund ta udhëzoj posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, sot me lejen e Allahut të madhëruar kena me trajtu një temë e të cilit është temë shumë e rëndësishme. Është temë kruciale për rininë e sodit. E kjo temë është modeli i rinisë. Sigurisht se kriza e rinisë së sodit është krizë e ndjekjes së modelit të duhur. Dhe asese nuk është krizë aftësish. Sipas analizave të dietarëve klasik, mirë po edhe atyre bashkohor, shoqëria reagon sipas asaj të cilët i servohet atyre. Pra sipas modelit që vendoset në krye. Andaj themi se rinia sodit nuk ka mungesë intelegjence. Rinia sodit nuk ka mungesë kreativiteti apo edhe mundësie. Mirë po e ka vetëm një sëmundje, e të cilët patjetër duhet të kurohet ajo. E kjo është ndjekja e modelit të pastër. Rinia e imiton atë që sheh. E atë të cilën shihet sot dhe promovohet sot, e që duart rokitet fatkeqësisht sot, është lakurisia, është imoraliteti, është pasimi i epsheve. E ky është model i errët, model i rrem, model e të cilit sigurisht që njeriu do ta çojë në shkatrim. E sheh poshtërimin si diçka normale dhe madje e kopjon atë dhe e implementon në jetën e tij. E kjo i bën shumë pasoja atij si në karakterin e tij, por edhe në jetën në përgjithësi. Gjithashtu sheh që shfaqen vese të këqija në për rrjete sociale, në për televizione, dhe i imiton ato, i përqafon ato, duke qenë si normale. Mirë po, ato vese shkaktojnë një deformim tek personi dhe ai do ta bëj pasojën e atij deformimi gjatë gjithë jetës së tij. Gjithashtu, banalitetin e sheh si diçka të nderuar. Madje konsiderohet edhe si sukses, se njeriu sa më banal që të jetë, aq më i suksesshëm ai do të jetë. Dhe kjo sigurisht që nuk është rastësi. Është devijim moral dhe intelektual. Andaj këto janë modele të rreme, të sëmura dhe të shturura. Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk na ka lënë që të bredhim duke kërkuar modelin e duhur. Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk e ka lënë njerëzimin në errësirë. Ai ja ka dhënë modelin e duhur dhe e ka provuar atë. Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Thot ju e keni të dërguarin e Allahut modelin më të përsosur. Pra, të gjitha cilësitë të cilat i ka pejgamberi alayhi salam, e gjithë jeta e tij, e gjithë sakrifica e tij, e gjithë puna e tij, e gjithë thirrja e tij, i gjithë morali i tij, e gjithë edhe të gjitha fjalët e tij janë model për të gjithë njerëzimin. Andaj themi se s'ka dy modele. S'ka alternativë tjetër. S'ka influencues që krahasohet me të. Dhe nuk ka idhull modern e të cilët ndjiket nga shumë mos e njerëzve e që qëndron
para Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dietarët e kanë komentuar këtë ajet prej pikpamjeve të ndryshme dhe sigurisht që kanë arritur të na i hapin disa porta të cilat neve do të na bëjnë shumë dobi. Ibn Kathiri rahimahullah thot në tefsirin e tij, thot në çdo virtyt njerëzor pejgamberi alayhi salatu wassalam është moja e përsosshmërisë. Pra nëse njerëzit kanë cilësi të mira, ta dim se moja e të gjitha cilësive dhe që i posedojnë njerëzimi, moja e tyre është dhe niveli më i lartë është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kurtubiu rahimahullah thot, ky ajet ja ndalon besimtarit që të kërkojë model tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj themi se modelet e devijuara të sotshme janë viruse të rrezikshme shpirtërore. Muzikantët që thrasin në degenerim, ata të cilët e normalizojnë alkoolin, drogën, imoralitetin, arrogancën dhe krimin, këta shikues të nderuar nuk janë artistë, janë predikues të shkatërimit moral. Sigurisht që këta duhet të pendohen dhe duhet të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala, se në çdo thirrje të cilën ata bojnë dhe çdo pasues e të cilit i pasojnë ata kanë pjesë prej gjunohit të tyre, sepse kanë bërë thirrje në të ndaluarën, në atë të cilën Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij e ka ndaluar. Andaj sikurse ai i cili bëhet sebeb që njerëzit tjerë të udhëzohen e të cilët fiton shpërblim, edhe është e kundërta ai i cili bëhet sebeb që të tjerët të devijojnë, e ka pjesë të dënimit edhe të tyre. Allahu na ruajt. E si mund të marrë pro rinia një shembull të çakorduar, një shembull të rrësuar, një shembull e të cilit është i humbur shpirtërisht. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Ka humba Allahu, askush nuk mund ta udhëzoj. Allahu subhanahu wa ta'ala i lënë humbje në drejtsinë e tij absolute. Dhe askush nuk mund ta udhëzoj posti. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë thirrje. Na ka bërë thirrje që ne të përmirësohemi, që ne të pendohemi, që ne të kthehemi Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse kush e beson Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën e tij. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala e lënë humbje vetëm atë më të shtururin, vetëm atë arrogantin, vetëm atë e të cilit është kryeneq dhe nuk kthehet me pendim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, o vëllai dashur dhe motër e nderuar, çfarë do gabimi që ke bërë deri tash? Pendohu tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se Allahu është Gafurur Rahim, Allahu është falës gjithmonë dhe është mëshirëplot për robët e tij. Andaj shohmi shumë influencues të rrjeteve sociale që ndërtojnë identitet me filtra, me mashtrim, me pamje mashtruese. Madje ata për të arritur disa pëlqime i shfaqin edhe pjesë të turpshme të tyre. Madje edhe e shfaqin një arrogancë apo një thirrje në diçka të ndaluar. Vetëm për të arritur që ta ketë të jetë një ikonë apo një imazh. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala kënë të doj, Allahu i lartësuar e lënë humbje. Dhe këta Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lënë humbje. Mirë po neve ne i ka pru modelin e duhur e të cilit asesi të mos na mashtrojnë këto modele apo këta model të cilit janë shkatërues. Këta njerëz nuk kanë dritë. Nuk kanë dritë për vete, e si mund të bëjnë dritë për të tjerët. Andaj, modelet e lakurisisë dhe poshtrimit moral,
ata e shisin trupin e tyne për fond. E kthejnë imoralitetin në profesion. Ata që nuk njohin as nder, e as turp, e as përgjithësi. Si mund të jenë ata modeli ynë? Allahu subhanahu wa ta'ala na ka tregu se ata janë si bagatit, madje edhe më të humbur se to. Allah i madhëruar i ka krahasuar me bagatit, nga se ata nuk e dinë se çfarë bëjnë, po madje ka thënë edhe më të humbur se to, sepse janë në një humbje të sigurt, në pasim të epshit të pakontrolluar, dhe ata e kanë marrë epshin e vetë për Zot. Andaj si mund ta marrë rinia si shembull dikë që Allahu e quan më të humbur se kafshët? Modeli i pejgamberit alayhi salatu wassalam është model i karakterit, është model i forcës, është model i dinjitetit. Allahu subhanahu wa ta'ala e lavdëron pejgamberin alayhi salam. Ti je me të vërtet në një shkollë të lartë të moralit. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala po tregon që pejgamberi alayhi salatu wassalam është në një pjedestal shumë të lartë të moralit. Asnjë figurë moderne, qoftë e kohës së sotit, apo qoftë edhe prej njeriu të parë, nuk mund të krahasohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E leje më që mund të krahasohen këta lider, apo këta artist, apo këta sportist, apo këtë yje t'ju themi mediatike. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dërguar më të dashurin e tij si model për neve. Andaj kjo na mjafton neve për ta pasuar atë. Pejgamberi alayhis salam në një hadith na thot, unë jam dërguar për ta përsosur moralin e juve. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka pru modelin për ta përsosur moralin e njerëzimit. Pro, pejgamberi alayhis salatu wassalam është model për të gjithë njerëzimin. Ai është model i guximit. Ai ishte vetëm kur edhe të gjithë kishte kundër. Asnjëherë nuk u tërhoq. Kurse sot fatkeqësisht rinia i druhet opinionit të njerëzve, komenteve, reagimeve. Kush ka më shumë guxim? Ai që ndryshoi botën, apo ai që filmon veten e vet për pak klikime? Pejgamberi alayhis salam është model i pastërtisë. Muhamedi alayhis salatu wassalam nuk e ka njohur immoralitetin, jo që nuk ka mund ta bëj atë, por sepse ishte në një nivel të lartë shpirtëror, madje edhe para pejgamberisë. Rinia sot turprohet nga pastërtia dhe krenohet me mëkatin, fatkeqësisht. Kjo është një përmbysje e natyrshmërisë njerëzore. Pejgamberi alayhis salam ishte modeli i disiplinës. Ai ishte njeriu i orareve, i punës, i planifikimit, kurse sot rinia jeton pa drejtim, pa objektiva, pa strukturë. Dietarët thojnë, rinia pa disiplinë bëhet prej e epsheve. Pra njeriu duhet t'i jap vetës së vet disiplina të caktuara dhe asesi të bije prej e epsheve të tij. Ndërsa rinia e cila e imiton pejgamberin alayhis salatu wassalam, jeton me traditën e tij, me porositë e tij, me fjalët e tij, kjo rini do të jetë kandil ndriçues për të gjithë umetin. Ka pas shumë ndjekës dhe ka shumë ndjekës, madje është njeriu të cilit më së shumti ka ndjekës. Dhe kush e ka imituar, kush e ka ndjekur pejgamberin alayhis salatu wassalam, vetë se ka arritur gradë shumë të larta. Njëri prej tyre ka qenë Mus'ab ibn Umeri, radiallahu anhu. Ai ishte një njeri shumë i pasur, jetonte në një luks, dhe ishte njeriu më i kërkuar, ishte djali më i kërkuar, ishte edhe i pashëm. Gjithë Meka e ka njohur atë
për të mirë, por edhe ka pasur autoritet ndër ta. Mirë po, kur e dëgjoi porosin, thirrjen e pejgamberit alayhis salam, ai e praktisi luksin e tij, modën e tij dhe famën e tij, dhe u bë mësues i parë i Medinës. U martirizua apo dëshmur me një mantel të shkurtur në Uhud. Kush është më burr? Ai që la luksin për Allahun, apo ai që e shet vetën e vet për famë? Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma ishte model i imitimit të përsosur të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai ishte laborator, e studiante pejgamberin alayhi salam se si veprante në çdo hap, në çdo gest të tij, dhe pastaj e imitonte atë. Mirë po çfarë u bë ai? Ai u bë dietar i madh, udhëzues i umetit. Rinia fatkeqësisht sot i imiton valltarët, reperët, imiton ata të cilët dalin në rrjetet sociale dhe tallën, i imiton ata që fyen, imiton modele të poshtra, e të cilit ata as nuk duhet të dëgjuar, e leje më të imitohen e të pasohen. Pra vlerat e sahabëve janë si yje, ndërsa vlerat e këtyre të cilët i pason në rinia sot janë sikurse tymi. Aliu radiallahu anhu ishte edukuar pranë pejgamberit alayhis salam. Ai u rrit me të, e pa veprat e tij, e pasoi atë. Dhe çfarë u bë Aliu radiallahu anhu? Ai u bë dietar, u bë komandant, u bë udhëheqës i drejtë, sepse modeli i tij ishte njeriu më i madh i botës. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj themi se kush e ndjek pejgamberin alayhis salam, ai ngritet. Ndërsa kush imiton modele të gabuara, të devijuara, ai bie në humnerën pafund. Andaj janë dy rrugë. Është rruga e dritës, rruga e pejgamberit alayhis salam, e cilit thret në moral, në dinjitet, në qëllim, në forcë, në jetë me vlerë, në lumturi dhe në një fund me nder dhe në një përjetësi të lumtur. Ndërsa rruga e errësirës, pas modeleve të degeneruara, është varësi, depresion, smundje morale, identitet i rënuar, fund i turpshëm dhe përjetësi shkatërruese. Andaj rrugë të tretë nuk ka. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar çka ka mas vërtetës përveç se devijimit. Nëse nuk e ndjek të vërtetën, atëherë sigurisht që do ta ndjekësh devijimin. Andaj o rini, zgjohu, mos u bëj trend dhe rob i trendit. Bëhu rob i Allahut subhanahu wa taala. Mos e shkatërro vetën pas famës, ndërto karakter. Mos e shndero vetën për klikime, ndero vetën me moral. Mos imito ata që Allahu i quan të humbur, por imito ata të cilët Allahu i nderoi. Muhamedi alayhis salam nuk është opsion, është modeli i shpëtimit. Ndjekja e tij është detyrim për sukses, jo vetëm fetar, por edhe shpirtëror, moral dhe shoqëror. Andaj ndjekja e tij do të vendos në pjedestalin më të lartë. Lexo jetën e tij, sjelljet e tij, moralin e tij, disiplinën e tij. Imitoje në lutje, në punë, në përgjegjësi, në thjeshtësi, në nder. Largo modelet e devijuara prej zemrës sënde. Nëse i largon këto, zemra jote do të filloj të pastrohet dhe do t'i largoj këto veti të shumtuara. Andaj ndërto personalitet dhe jo imazh. Personaliteti është përjetësi, ndërsa imazhi është vetëm se iluzion. Qëndro pranë diturisë, pranë xhamisë, pranë dietarëve, pranë hoxhallarëve. Këto janë burime drite. Rrjetet sociale janë shpesh burime mjegulle. Andaj, o Allah i madhëruar, uzoje rinin tonë në rrugën e pejgamberit tënd,
sallallahu alaihi wasallam. Mos i lër ata që të bien prej e idhujve modern, poshtrimit moral dhe devimit. Mbushi zemrat e tyre me dritë, forcë, nder dhe vendosshmëri. O Allah i madhëruar, ringjalla umetin ton me rinin që ndjek pejgamberin tënd sallallahu alaihi wasallam dhe bëje gjurmën e tij projektin e jetës së tyre. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.